Për të komentuar dinamikat e Big Brother VIP dhe të Prime-it të mbrëmshëm, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, çfarë ndodhi gjatë Prime-it të mbrëmshëm dhe dinamikat e ditës së sotme, pra një ditë pas Prime-it? Ka qenë një Prime me plot bombardime dije Guri, pasi ishte një nominim tepër i fortë dhe diskutohej se kush do jetë kok më kok, ishte mos më i qartë, më tej se i qartë, por ne që jemi na jashtë duke ditur që pritesh që Brikena me Gimën të jenë dy konkurrente që do shkonin kok më kok për Prime-in e të martës. Një e papritur që ka ndodhur dije gjatë Prime-it Guri ka qenë përjashtimi i Gretës nga loja. Do të ndaloj pak tu dhe të komentoj që këtë pjesë. Më vjen vërtet keq që Greta ka dalë dje, sepse nuk është ajo Greta që ne kemi parë dje me të fjalorin e saj. Por problemi qëndron se masat që ka marrë vllai i madh, jam shumë dakord deri aty. Por problemi qëndron se vllai i madh ka toleruar deri në ditën sot shumë e më shumë gjëra aty brenda, sa i përket Rogertit. Fjala Rogerti që ka kaluar çdo lloj limiti, çdo lloj vitkuqe, ka prekur çdo lloj ofendimi, familje, e shumë gjëra me radhë që ne i dim shumë mirë, edhe momentalisht për një fjalë goje që pothuajse gjatë publicitetit Greta i ka thënë Juelës, ajo përjashtohet nga gara. Më vjen vërtet shumë keq sepse këtu duket se sa e padrejtë është deri në këtë fazë të lojës vëllai i madh me disa banorë aty brenda. Por unë të gjithë këtë Guri e lidh me përjashtimin e Gretës së lidh gjithmonë me Selinin. Një plan që mund të ketë produksioni në këto momente është që Selin të vazhdoj lojën e saj vetëm ashtu siç e ka nisur, për të parë se si do veprojë dhe si do vazhdoj lojën e saj, a do ketë një ribashkim me Mirin, me kë do rri ajo, me kë do luftoj. Kështu që Gretën i erdhi momenti për shumë e kapën mat Gretën diku aty dhe thjesht e kanë përjashtuar. Pavarësisht se Greta s'ja falën njëra ata poshtym, por nuk është se ja fali vllai i madh, ja ka fal publiku, se Greta ka dalë në nominim kok më kok me Markon në atë periudhë, kështu që Greta, vetë një moment që Gretën e kemi parë jashtë kontrollit, ka qenë në nominimin e Pandorës, ku ka qenë që ka grevuar me Juelën, të cilën e ka poshtyn surrat dhe ato agresivitetet që ajo ka bërë, që është prish dhe Pandora dhe kanë dalë me zarf kok në kok. Gjithashtu edhe Greta dje ka deklaruar atë shprehje që i ka thënë Juelës, që ajo e cila vazhdon dhe deklaron, siç e dëgjojmë sot te intervista e saj te fan klubi, që edhe unë jam qytur ashtu kundrejt asaj nga ajo. Por megjithatë ajo ka dalë dhe ka kërkuar falje familjes të Juelës. Por i qëndron fjalës së saj që nuk e merr mbrapsh, përderisa e kam thënë jam realiste dhe i qëndroj fjalës time. Më vjen vërtet shumë keq sepse unë kam pas dhe një bisedë me maman e Gretës, një zonjë grua, e cila edhe ata vetë ishin shokuar në reagimin e Gretës, sepse sa i njohin ata nuk mund ta njohim ne me 40 ditë qëndrim aty brenda Guri. Janë shokuar sepse fëmia ime, ka deklaruar mamaja, është rritur me kundrejt ndryshën atë që ajo tregoi dje gjatë Prime-it, por thjesht presioni dhe gjithë ato aty ndonjëherë na bëjnë të tejkalojmë edhe vetë limitet dhe harrojmë se ku ndodhemi dhe se reagojmë. Gjithsesi më vjen vërtet keq për Gretën. Në qoftë se do merreshin masa, mirë do ishte që masat merreshin për të gjithë aty të barabartë dhe jo veç për skenaret e tyre. Një tjetër gjë që ka ndodhur gjatë Prime-it dje Guri ka qenë një surprizë e cila i ka ardhur Rogertit, një surprizë shumë pritur nga Rogerti, i cili ka deklaruar gjatë ditëve para marrëdhënien që ka me vllain e tij, që nuk flasin, por arsye tokash, bixhozi. Kemi parë jetën e Rogertit me pak fjalë, për mendimin tim për mua ishte zero emocion, nuk kam emocionuar fare, duke shumë e stisur, edhe do të jap disa burime që përfliten edhe dëgjohen. Thonë që e gjitha kjo është një lojë e stisur nga Rogerti dhe vllai i tij, sepse Rogerti me vllain e tij kanë folur, flisnin, vazhdojnë të flasin, po gjithashtu që sa i përket kësaj pjesës prap, diskutojnë dhe thonë që ditën që Rogerti që ka hyrë në shtëpi është shoqëruar po ashtu nga vllai i tij.
Këto ka qenë dy pikat që do doja t'i jepem më shumë thellë. Gjithashtu tani janë edhe këto ndezjet e zjarrit që tani tashmë në nominim kemi Brikenën edhe Gimbon. Brikena e cila dje ka deklaruar që më mirë të dalë se sa të vazhdojë në një lojë ku më shumë jepet zë ofendimeve që ndodhen në këtë shtëpi, se sa diskutimeve më normale. Brikena ka thënë që më mirë më votoni që të dalë, se sa të vazhdoj lojën time, nuk e gjej dot veten time më te kjo lojë, te këto lloj lojrash dhe te këto lloj ofendime që këtu krijohen ditë ditës. Si duket televotimi që janë kokë më kokë Gimbo dhe Brikena? I fort. Është mos të i fort edhe mos e merituar, të jemi sinqert, sepse Gimbo nuk është se ka bërë lojë aty brenda. Gimbo përveç se me Selinën që na dita ne e dim shumë mirë që veç me Selinën është marrë, edhe situata që ai mund të ketë pas është arsyetimi i Selinit. Situata me Rogertin dhe me Mirin flasim gjithmonë. Kurse për Brikenën ishte tamam një nominim që Brikenën o do ta zgjoj ose do ta dorëzoj. Gjatë prime dije ne pam një Briken të dorëzuar, por gjatë ditës sot Brikena ka dalë me thutra kundrejt Selinës në një debat që kanë pasur gjatë rrugullimeve të debatëve. Edhe më ka pëlqyer shumë sepse kjo është Brikena që ne donim të shikonim kaq kohë. Brikena e cila me një ton zëri shumë normal, edhe thjesht me argumenta të plota. Pikërisht është Brikena që ne donim të shikonim në këtë lojë, edhe jam plot i bindur që të martën guri del Gimbo. Klevis ka pasur një deklaratë nga babai Selin në Big Brother Fan Club, ku ai ka hedhur akuza mjaft të forta ndaj Rogertit. Në fakt ka qenë dy deklarata që Jati ka thënë sot gjatë Fan Clubit. Një ka qenë kjo kundrejt Jatit të Rogertit, i cili ka folur për gjyqet edhe për kanunin që ata kanë tim, domethënë të gjithë të situatat që nuk të them të drejtën, nuk më pëlqen fare gjitha kjo situatë që po ndodh jashtë guri. Është më tej normale se dhe kjo është një Big Brother që familjarët kanë filluar po krijojnë jashtë edhe jam shumë kundra kësaj gjëje. Sepse ne Big Brotherin e shohim aty brenda. Aty brenda ndodh ç'a ndodh, pasi del jashtë duhet harrohen pak asaj gjërat, sepse është një lojë. Nuk duhet marrë gjërat aq rënd, aq seriozisht, sa që ne ti marrim aty ti nxjerrim jashtë, ndërkohë që ata lozin ne tjerë do theremi këtej. Ta them këtë personalisht sepse kam edhe vetë provoja në intervistat që ne japim guri. Unë marr plot mesazhe, ofendime dhe kërcënime në shumë familjarë aty brenda. Thjesht nuk dua të përhapet kjo gjë sepse është shumë e kotë. Nuk më pëlqen fare absolutisht. Edhe deklarata që Jati Selin ka bërë është shumë e gabuar. Në qoftë se ai ka një deklaratë, besoj se kontaktin mund t'ja gjejmë me njëri tjetër, të bisedojnë të dy dhe të zgjidhin së bashku këto lloj situate, sepse kanuni dhe çfarë janë gjitha këto gjëra për disa njerëz janë shumë gjëra serioze dhe nuk mund t'i hedhë si një fjalë me fjalë si era edhe thash unë tani deklaratën këtij ti vjen vesh aty ti. Jo, jam shumë kundra. Babai Selinës është treguar shumë deshtak në këtë deklaratë që ka bërë kundrejt Jatit të Rogertit. Mund të ketë plot të drejta për ofendimet që janë bërë vajzës së tij, por nuk i jep asnjë të drejtën që të dalë në televizion dhe t'i thoj fjalë të tilla, pak fjalë kërcënime të tilla do t'i quaja unë. Do ishte me i drejt për drejt në qoftë se kishte një kontakt me familjarët e Rogertit edhe gjenin rrugë zgjidhjen të gjithë këtë. Kurse deklarata e dytë guri ka qenë deklarata që ai ka bërë thirrje publikut që të gjithë të votojnë për Gimbon, edhe në qoftë se Gimbo ka deklaruar vazhdon garën e tij brenda, ai do t'i hipi avionit edhe do t'i bëjë një dasëm më të madhe çiftit brenda aty në të shtëpi. Tani, të bëj një rrethim të gjithë kësaj situate, se pse e gjitha kjo. Unë besoj se familjarët e Selinit e kanë kuptuar pak a shumë lojën që po ndodh edhe drejt ku po vete e gjithë kjo lojë. Po ashtu siç kam thënë, është mos e ditur që Selini do ta lënë vetëm në lojë. Familjarët nuk e duan këtë gjë se kanë merakun e Selinit, se mos Selini bie pre gjithë kësaj lojës deri bashkohet me Mirin edhe fundoset edhe aty mbaron gjithçka për Selinin.
ky është meraku që mund të ketë babai i Selinës dhe familjarët e Selinës gjithashtu. Unë do t'jap dhe një deklarat tjetër që sapo ka marrë vesh këto 2 ditë Guri, është Gimbon, sa i përket Gimbos. Gimbo ka hyrë në Big Brother në shoqërimin e vllait të Selinës, domethënë që vllai i Selinit o e ka futur, i ka kërkuar që të hyjë, ose drejt futjes në ajo që janë njohur, mund të ketë bërë këtë biseda siç kemi gjurë dhe me tezat e Selinës gjithashtu, që të ruaj ose të tërheqë vëmendjen e motrës ose të krijojë një lidhje me motrën e tij, diçka e tillë. Me pak fjalë që Oni, vllai i Selinës, njihet me Gimbon edhe e gjitha kjo është diçka e stisur dhe deri diku është pak, mund ta marrin pak se realitet Guri, sepse nëse mbaj mend, Gimbon ka goditur pa shpinë pothuajse 2 herë Selini. Edhe ka qenë po Gimbo që ka këmbgulur sërish derisa arriti atë që donte. Prandaj që i bëj këto deklarata sepse kanë një lloj lidhje. Tani se janë 100% e vërteta, se jo, nuk mund të jem plot i bindur, por thjesht është diçka që bën sens, ka një lidhje dhe mund të jetë një realitet, pse jo? Kemi parë plot gjëra dhe kemi dëgjuar plot gjëra në atë shtëpi në 84 ditë sot, kështu që nuk na bën përshtypje edhe këto gjërat e reja që vazhdojmë edhe dëgjojmë. Thjesht nuk më pëlqen që familja Selinit është përfshirë kaq shumë dhe kaq shpellë në këtë lojë. Se siç e kam deklaruar edhe herë të tjera për familjen e Mateos, kur bënin deklarata të forta që i kam dalë kundrejt kësaj gjëje, kështu po bëhet edhe tani. Thjesht këta na jashtë i prishin komplet lojën Selinit aty brenda. Kaq, kjo është pikë, sepse që kur kanë hyrë këto zarfrat, surprizat, kunata, zarfat, mesazhet e tepërta, e gjitha kjo ka ndryshuar komplet lojën e Selinit dhe aty ku mund ishte preferuar publiku, disa e kanë hulur poshtë Selinit, disa vazhdojnë të mbështesin, disa e shajnë. Prandaj po them, në syrin tim nuk më pëlqen fare kjo gjë, sepse vetëm gjë që mund të bëj familja ti ose jati Selinit që delet deklaron shpesh te fan klubi është që veç i prish punë Selinës dhe më vjen keq sepse Selina është shumë e zgjuar si vajzë, është një lojtar shumë e fortë dhe pse jo dhe një pretendente për të fituar këtë edicion Guri. Sa i përket deklaratave të babait të Selin, ku thoshte që unë ju qëndroj pik për pik deklaratave që kanë bërë ndaj Mirit? Po ai ka thënë Guri, tani ti tërheqim mbrapsht është të kot. Pas kaq kohë që i ka bërë këtë deklaratë, dali tani e thonë unë kam tërheq, po të them është shumë e kot, prandaj dhe ai qëndron. Thjesht nuk duhet ta vazhdojmë me këtë gjë. Nuk duhet sepse gjërat vjen me tejse serioze. Pastaj deklaroi që ka marrë dhe kërcënime ndaj personazheve VIP, komentues, njerëzve plot gjatë këtyre ditëve. Thjesht ai do t'i qëndroj kësaj gjëje. Ai thjesht mundoi që të uli Mirin sa më shumë Guri. E ka parë që Miri mund të jetë një aleat, një kundërshtar shumë i fortë ndaj gocës së tij, dhe thjesht çfarë mundoi që t'i prish imazhin, ta bëj një njeri negativ dhe të mundoj të ngrej vajzën e tij. Po më beso, po në këtë pikë të lojës ku jemi tani, mbase e ndihmoi gocën e tij herën e parë kur bëri deklaratën e tij, po në këtë pikë të lojës ku jemi tani Guri, ai thjesht po ja prish komplet fytyrën gocës së tij aty brenda me këto deklarata që i vazhdon dhe i qëndron dhe vazhdon dhe i jep. Do ishte më e bukur të bënte këtë gjë sapo tha, ti hipi avionin dhe të vej vetë aty surprizë të gocës së tij dhe të japi ato deklarata që ai do të japi. Se sa të dali në çdo lloj emisioni dhe të japi mendime, deklarata dhe shprehje për mua që nuk kanë kuptim fare. Do ishte më ndërgjegjshme kjo gjë se sa e gjitha kjo që po bën jati saj në jashtë. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.